Shembull, nëse është Zoti i gjithëmshirshëm. Pa e ka qelluar në sëritë për këto që ka thonë kryetar? Dëgjoj, pjesëmarrja në luftrat e huaja të shqiptarëve të Kosovës. Është e dhëmshme, unë e kam luftuar, më kam kryetari i Gjilanit, e kam luftuar me çdo mjet. Edhe me çdo mundësi. Edhe në vijën e parë të luftës politike i kam pasi mand e Gjilanit. Po se ti edhe veti haxhi. Po, besimtar, më thash në Zotë, vëlla, nuk mundesh me hudh. Sa në fundit jam Copi Karadakut. Tash kur i thot Copi Karadakut e din ata çka po thonë, e krejt. Po në besimin tim se ndroj se në këtë çerë këta që konvertohen politikë dhe konvertohen fe, para Zotit s'u konvertohesh. Dhe unë çdo të them, Zoti fal. Po konvertua ju? Jo, kurrë, rrugova ka respektu. Fen musliman, ha? I ka normal. Po për lëvizjen e deçanit. Kura do të lindën, kura do të lindën. Po lëvizjen e deçanit çka mendon kryetar? Dëgjoj, tani aja është lëvizje që ka lënë emën edhe i ka dhënë mision vetit, është çështje e tyre. Pa mendon ti që kanë bë mirë? Po çka bëjmë na me lëvizje të tilla? Kur i thrasim njerëz më konvertu, në çka më konvertu? Në komb. Kjo është pasojë që na kombin edhe çështjet e kombit i kemi fituar si të drejtë vonë, dhe na të i gëzu pak si vonë. Për ne na bofër, ne komb i pranum. A s'ka nevojë më konvertu? Po para mbretërisë serbo-kroate slovene na kanë pranum vëlla Shqipnia. Funit tash. Ata kanë një histori të vetë thirrën më herët që është. A keni mesazh për ta kryetar? Jo më vëlla. Është e pak kumtim. Ti mi thon sot imamit, qoftë ai imam i respektuar si Shefqet Krasniqi, qoftë ai imam tjetër që është institucionin, le të themi, Basin Islame është njëri kryesor i besimit në Kosovë, ose i peshkëve të Kosovës, ose peshkopit, ose baballarëve në tarikate, ose kishës protestante, dashta me përmend se është ka zhvillohet në Kosovë. Pse na duhet atina me komentu feja, ata kanë pikpamje, pozicion dogmat në atë punë, vëlla. Sa e nuk e ndryshon fjallën e Zotit. Na tash mundohemi me shti ata me ndryshu fjallën e Zotit. Po adhaj nuk ka drejt me kërku për me ndryshu diçka, në cilën unë e quj komb. Jo, dini që feja nuk e pranën kombin. Nuk e pranën feja kombin. Asë një feja nuk e pranën kombin. Pranën besimtarin. Edhe lidhen e bon me besim. Kanë strukturë kanonore, organizim kanonor, kisha katolike ka të vetën, kisha ortodoxe ka të vetën, Basia Islame ka të vetën, e pse ti po ma përzin mu tash kombin edhe religionin. është pjesë përbërse, unë jam shqiptar, nuk ina na ortodox ku lidhet feja me shtetin, edhe të krishterët. Kombin nuk lidhet me shtetin, ha? Po nuk lidhet se na jena ndam. Na shqiptarët e kemi të ndam fejën dhe kombin. E vërtet, bravo. Një surprizë interesante e kena sonte për ty.